Është një recetë familjare që ekziston shumë vite, e din që është e ndreshme brenda ditës, këto e kanë kuptuar dhe shumica e francezëve na kanë thonë, e ndin edhe si shije që është ushqim i freskët. Familjen time edhe e kanë thirr og për arsye se ka qenë më i madhi i familjes. Kam qenë moshën 19 vjeçare, ka qenë viti 2006, domethënë kur kemi ardhur këtu në Francë. Ka që 20 vite domethënë që jetojmë këtu në Francë. Kuptohet se në fillim kemi pas problem sa përket dokumentacionit këto. Për një kohë të shkurtër kemi kryer ndashtë 2-3 vjet. Momenti që kemi marrë letër kemi punuar punë ndryshme. Kum punuar në punë të restorantit, po e kum pa që është punë e mirë, e kupton. Masandej kemi vendosur me hap një biznes familjar. E këto domethënë me food truck, kështu kamion ushqim, e kemi vendosur ka më shumë se 10 vite domethënë që punojmë. Në atë kohë ka qenë domethënë si ide e mirë domethënë kush bën këto hamburgere si biznes i mirë domethënë se përket hamburgerave. Për këtë arsye domethënë kemi vendosur është një recetë familjare që ekziston domethënë që shumë vite dhe më herët nuk ka qenë komercializuar më vonë. Këto e kemi vendosur vetë domethënë me hap dhe kështu që momentin që kemi hap shoqërinë që kemi pas franceze e kanë pëlqyer, kështu që e kemi vendosur dhe kemi vazhduar. Në hamburgerët që i bëjmë na janë hamburgerat shtëpisë komplet. Mishin që ne përgatitim domethënë është mish shtëpisë, bruming këto komplet është mish si pleskavicë, kështu që e kanë përdorur më herët. Edhe buka domethënë gjithmonë është e freskët, sallatat këto domethënë që qesmi brenda janë të freskëta. Kështu që në përgjithësi po edhe pulat bëjmë përgatitjen edhe pulave, pjekjeve e pulave. Paraprakisht domethënë i përgatitim në shtëpi, është një parapërgatitje para pjekjes. Pastaj kemi edhe patatet shtëpisë. E pëlqejnë shumë se është ushqim i freskët. E din që është e ndreshme brenda ditës, këto e kanë kuptuar dhe shumica e francezëve na kanë thonë që kuptojnë e ndin edhe si shije, domethënë që është ushqim i freskët. Secili domethënë kemi pjesën ku punojmë, brenda kohës ku e përgatitim mishin, e përgatitim së bashku se kuptohet se merr kohë, nuk është edhe as lehtë domethënë me përgatit. Nuk kemi diçka makina specifike, nuk është pjesë industriale, por është pjesë artizanale. Edhe këtu kur vin kuptohet se kemi pjesë të ndame, një pjesë domethënë aty ku i marr komandat përmes telefonit edhe ku vin klient direkt i kryjun. Pjesën e pjekjes të mishit e bëj unë, pjesën tjetër ku ka pulat, pjesën domethënë ku pjekën pulat, patatet ato për shërbimin e bën groja mixhes, e kemi të përbashkët. Me food truck domethënë me këtë kamionin punojmë, i kemi vende që janë të caktuar përmes komunës këtu. Këtu në Saint Julian kemi 2 vende që i kemi të caktuar. Në këtë vend këtu kemi çdo të mërkurë edhe tejte. Ndërsa dikon një 700 metra pak më poshtë kemi edhe çdo të martë aty, ndërsa të premten edhe të shtunën e kemi në një komunë tjetër. Edhe aty punojmë domethënë tan ditën, kuptohet bashkë. Në momenti kur e kemi nisë në fillim ka qenë pak vështirë edhe për me investime, e kemi pasur një kamion pak më të vjetër, por në njëjtën kohë kemi pas kamionin dhe një remorkë. Në atë pjesën e remorkës e kemi pas pjesën e makinës të pulave, domethënë aty janë vendosur pulat, ndërsa pjesën e kamionit kanë qenë domethënë hamburgerët, pomfritet, to këtë pjesa tjetër, çka kemi përgatitur. Kuptohet se ka qenë pak më vështirë, ndërsa brenda kohës domethënë e kemi pa që është mirë, po edhe patmi punu është mirë, e kemi vendosur domethënë me marrën tjetër kamion. Kuptohet se konceptin e kemi kamionin domethënë modelin ato e kemi zgjedh vetë dhe vetë kemi bërë dizajnin atë kuptimin se çush kemi dashur me bë. Kështu që në këtë mënyrë na është përshtat për me mujt me punu edhe më lehtë. Këtë qyteti këtu ku banojmë ka shumë shqiptar, po njëkohësisht këtu prej këtij vendit Gjenevën, pjesën e Gjenevës domethënë nuk e kemi shumë larg. Prej këtu është dikon 10 kilometra, kemi edhe shumë shqiptar prej Gjenevës domethënë që vinë na vizitojnë, për të njëjtën kohë e blejnë, e pëlqejnë. Për emrin është pak interesant se në fillim domethënë si emër e kemi marrë Aga. Aga ka qenë prindi im domethënë që në familjen time e kanë thirr Og për arsye se ka qenë më i madhi i familjes. Po në anën tjetër është për shtat për arsye se na jemi prej luginës Preshevës, prej qytetit Preshevës. Aty domethënë sigur atje në Kosovë që jetojnë bacë, e na e përdorin fjalën Og, e kështu që e kemi marrë Aga burger, domethënë na u përshtat si për familje, si për pjesën prej ku vim. Prej fillimit kur e kemi nisë me hamburgera, pastaj shumë pak kohë mas andaj, domethënë kemi nisë edhe me pula, se kemi pa që është biznes i mirë. Para përgatitim në shtëpi, pastaj këtu vimi pjekim, normal që i bëjmë shej. E kemi edhe patatet që i bëjnë shtëpis. Përveç këtë kemi edhe nuggetsa, domethënë që i shërbejmë. Kemi të njëjtën kohë, domethënë edhe hamburgerët që ka qenë zanafilla e biznesit tonë, domethënë. Hamburgerët zakonisht i kemi me një mish është hamburgeri i thjeshtë, sample është double, është hamburger me 2 mishna dhe triple është me 3 mishna. Po kemi edhe hamburgerin e shefit që i thojnë. Këto e pëlqejnë shumë ata sportistët që kanë nevojë për ushqim me ushqim pak më shumë. Është
pak më specifik, kështu përpara mundi me pa domethënë çfarë është sa është i madh domethënë. Dikun 120 gram është një stek, një pjesë e mishit domethënë. Po të njëjtën kohë domethënë përveç hamburgerave kemi edhe pije të ndryshme, po edhe deserte domethënë që e blejnë gatshëm edhe e shërbejmë edhe ato. Zakonisht porosit domethënë janë ata që vinë këtu në vend, porositin edhe mundem me hongër në vend këtu, i kemi tavolinat përpara. Pastaj kemi edhe porosi përmes telefonit. Shumicën e rasteve të porosive domethënë i kemi përmes telefonit se tash njerëzit nuk po kanë edhe shumë kohë, ose vinë prej punës para se me ardhë domethënë më kthy për në shtëpi. Shumica porositin përmes telefonit, vinë e marrin porosin edhe kështu. Kuptohet që për me hap një food truck nuk është vetëm kështu kemi parë dhe hapni edhe ketë në rregull. Jo, patjetër se duhet me kry formacione ndryshme. Një prej formacioneve kryesore është edhe formacioni edhe i higjienës. Nëse për shembull nuk e dim se çish funksionon, domethënë pjesa e ushqimit, sa duhesh me rujt, sa duhesh me mbajt, sa a ki drejt me shit apo nuk i drejt me shit, duhet me ditë data e skadimit, patjetër se këto duhesh me kry, po të njëjtën kohë duhet me ditë edhe me udhëheq firmën. Domethënë kemi pas paraprakisht, e kemi pas edhe formacionin që është këtu në Francë, patjetër domethënë me bë për me mujtën me hap një biznes. Pas këtij formacioni domethënë që është për biznes apo për firma, pastaj e ke formacionin e higjienës. E kështu me radhë, pastaj domethënë e bën kërkesën për me mujt me hap një firmë, e kemi lloje të ndryshme të firmave. Është shumë e thjeshtë për gjithë ata të rinj që dëshirojnë me punu, po e kam një ide për shembull që dojnë me bo, mos të hezitojnë, nuk është problem, lirisht mundën me provu vetën, nëse janë për biznes, pse jo, pse mos me zbojnë një biznes që ju pëlqen, për punën e vet, për me lehtësu jetën vetës. Unë jam Abdullah Sali, bashkëpronari i Aga Burgerit, këtu në Saint Julian në Genova, në Francë.